Argita Maltezi e bia ish kryeministrit Sali Berisha për momentin i është përkushtuar jurisprudencës, larg angazhimit në politik, por kjo vetëm përkohësisht. Në një intervistë për Ora News, Maltezi pranon se s'do të refuzonte një ftesë për t'u angazhuar në politik, por në të ardhmen. Unë kam thënë disa herë, nuk kam asnjë kompleks për të thënë që do të merrem me politikë nëse një ditë do të mendoj që duhet të merrem me politikë. Politika realisht nuk është në planet e mia për momentin. Juristja dhe pedagogja e njohur së bashku me dy kolegët e saj, Jorida Rustemaj dhe Armela Kromoçi, sapo ka hedhur në treg një libër për praktikat juridike tregtare. Jemi referuar kryesisht vendimeve të gjykatës kushtetuese, e cila ka trajtuar disa aspekte që lidhen me lirinë ekonomike, koncesionet, të drejtat e bashkëshortëve në gjithmonë të para në kontekstin e të drejtave pasurore që rrjedhin nga veprimtaria tregtare. Nëpërmjet këtij botimi të vim përsa është e mundur në ndihmë të dy planeve, pra subjekteve tregtare si mënyrë krijimi, funksionimi, strukturimi dhe veprimtarisë tyre tregtare. Por gjithmonë e parë në kontekstin ose e shpjeguar nëpërmjet vendimeve që ka dhënë gjykata. Libri Gjykatat shqiptare në shoqëritë tregtare nuk është komentar tipik në të cilin çdo dispozitë e ligjit ilustrohet me vendimet e gjykatave, pasi sipas Maltezit, praktika gjyqësore në këtë fushë nuk është ende kaq e pasur sa të mundsojë një gjë të tillë. Libri sjell një risi që ka të bëjë me angazhimin e studentëve të fakultetit juridik në mbledhjen e materialeve të nevojshme dhe juristja Maltezi rrëfen se kjo praktikë ka rezultuar mjaft e suksesshme. Praktika gjyqësore nuk ka qenë kaq e pasur sa ajo e lëmive të tjera të së drejtës. Kjo për shkak se kemi pasur atë ndërprerjen 50 vjeçare ku e drejta tregtare në raportet private pothuajse u zhdu. Risia vërtet ka qenë angazhimi i studentëve. Në fund rezultoi e frytshme sepse lehtësoi punën tonë për sa i përket kërkimeve bruto, le të themi, dhe besoj që është një gjë që po të kemi mundësi do ta konsolidojmë në të ardhmen. Gjykata shqiptare në shoqëritë tregtare është libri i katërt që pas vitit 2005 i Argita Maltezit në fushën e jurisprudencës.